detyruar ta fuzë seancë. Nëse s'ka kaluar në komision, në seancë nuk shqyrtohet dot. Të nderuar deputet, të dashur qytetarë dhe qytetare që ndiqni këtë seancë. E vërteta është se pavarësisht se ky parlament në mënyrë absolute nuk përfaqëson vullnetet e qytetarëve shqiptar, Bashkimi Evropian, proces të integrimit në krye të radhës përcaktoi dy detyra më kryesore: reformën gjithëpërfshirëse zgjedhore, reformën gjithëpërfshirëse territoriale. Të bindur se me Edi Ramën ka vetëm antireform, por në mbështetje të kërkesave të qytetarëve të shumt nga mbar territori i vendit, në mbështetje të përpjekjeve tona për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, ne morëm pjesë në dy grupet e ngritura për këto reforma themelore. Çfarë ndodh? Grup me një kusht të vetëm, por reformën zgjedhore të merret ekspertiza e ODIHR-it, por reformën territoriale të merret ekspertiza e Kongresit të autoriteteve lokale, rajonale të Këshillit të Europës. E vërteta është që përfaqësuesit e opozitës në këtë komisione kanë dhënë një kontribut shumë të çmuar, por mbi të gjitha kanë qenë zëdhënës të interesave të qytetarëve. Qeveria e Konfederatës Helvetike, por dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë, kanë treguar mbështetje të plot dhe interes të madh për këto dy reforma. Papritmas, Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plot të mëtejshëm të Shqipërisë. Ka Përfundoni, ju lutem. 25 bashki nga Konispoli në Krum, në të gjithë territorin e vendit. Dhe kjo përbën një praktik të qartë të shpopullimi. Ndaj edhe unë jam sot këtu për t'ju drejtuar qytetarëve shqiptarë, ngriur në këmbë, për të mbrojtur interesat jetike të komuniteteve tuaja. Një protest qytetare e pa shembull në 30 vite mlidhet çdo natë në rrugë dhe sheshe të Tiranës. Bashkohuni kësaj proteste për të mbrojtur interesat më jetike të komuniteteve tuaja nga një politik. Faleminderit, zoti Berisha. Përfundoi koha. Çfarë mbylli? Mori edhe 1 minutë më tepër, e mbylli. Bëuni pak më pozitiv. Sepse ju përfaqësoni banda, kritik,
Faleminderit. Zoti Taulant Balla, procedurë. Është e nevojshme të sqarohet opinioni publik mbi një dezinformim tjetër që sapo u krye në këtë sallë lidhur me një reformë të rëndësishme, sikurse është çdo lloj reforme që ka për synim përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Komisioni i posaçëm i reformës administrative territoriale, duhet ta themi, ka bërë një punë tepër të lavdrueshme. Dua t'i falenderoj të gjithë anëtarët e komisionit, qofshin ata të grupit parlamentar të Partisë Socialiste apo të Partisë Demokratike. Është punuar për muaj dhe jemi në momentin që në konferencën e kryetarëve, sepse ju e keni parlamentin si shkollë nate, vini kur ju teket, ikni kur ju teket, po këtu ka një proces. Në konferencën e kryetarëve kemi pasur një diskutim të qëndësishëm javën e kaluar. Kemi vlerësuar punën e komisionit, punën e bashkëkryetarëve. Nuk pati një kërkesë të dakordsuar nga bashkëkryetarët për zgjatjen e afatit. Nuk erdhi nga komisioni një kërkesë dhe personi që sapo gënjeu këtu, duhet ta di që në komisionin tjetër, atë të reformës zgjedhore, zoti Bylykbashi dhe zoti Gjiknuri sollën kërkesën. Komisionit nuk solli një kërkesë, edhe të njëanshme nga ju. E përpasoj, jemi në kushtet që komisioni e ka mbaruar aktivitetin. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk parashikuam një instrument që të vihet në seancë plenare dhe të sillen raportet. Bujrum, sillni ju raportin tuaj, zoti Mazniku dhe deputetët e Partisë Socialiste të sillin raportin e tyre, dhe gjithë e dim që nuk ka në datë 23 nuk do të ketë një votim, sepse nuk mund të ketë një votim, do të ketë e para një raportim, mbi bazën e atij raportit, pastaj ka një proces i cili i përfshin komunitetet, dhe këtu duhet i sqaroj gjithë ato komunitete që kanë lexuar lajmet rreme. U tha këtu Kruma, Bashkia Has pra, jo Kruma. Bashkia Has nuk preket, sepse gjithë e dim është një zonë me një traditë, edhe Mirdita e madhe u preka, Mirdita e madhe nga thashe themet që pas ngrën dhe goni thashe themet. Tani, një sekond, po s'kam si, e para është që duhet mësosh. E para është që ka një proces. Procesi fillon me raportin. Raporti i kësaj... Fundoni, ju lutem. Ta mbaroj 10 sekonda, ju lutem, zoti kryetar, është një çështje me rëndësi. Kështu që për të gjitha ato, procesi involvon komisionin e çështjeve ligjore më pas, pasi të ke kaluar 60 ditë që detyron ligji për konsultën nga komisionet, në shtator do të kemi përsëri kohë për diskutuar, kështu që qetësojeni shpirtrat, ktheuni prapë, vazhdoni pushimet, se mos keni ardhur për këtë çështje, po që se keni ardhur për këtë, nuk ka votim ditën e njëjtë, ikni, vazhdoni pushimet, kur të vini prapë, flasim prapë shtator. Faleminderit. Zoti Sali Berisha, replik. Replik. E vërteta është krejt tjetër. Zoti Boçi, i cili do të flasë, ka bërë përpjekjet më maksimale, direkt me Maznikun apo Pengun, por edhe me përfaqësues të tjerë të cilët janë të angazhuar të mbështesin këtë proces. E vërteta është se pat një ujdi midis tyre për të zgjatur afatin e komisionit.
Sikundër, kushti për të marrë ekspertizën e Kongresit të autoriteteve rajonale dhe lokale të Këshillit të Europës është për ne i panegociueshëm dhe është rënë dakord që në fillim. Pra, ishte Edi Rama i cili urdhëroi pengun e tij të veproj krejtësisht në mënyrë të njëanshme. Projekti i diskutuar nga ju shkurton edhe 20 të paktën 20 bashki të tjera të shpërndara në të gjithë vendin, e them dhe një herë, nga Kruja, Fusharsi, Mirdita, Gjerë në Konispol, Delvin, Finiq dhe tjerë. Dhe me qenë se dikush citoj këtu Delvinën dhe kryetarin e saj, ju themun ju se Dhurim Alimani ishte një nga qeveritarët vendor që kishte Shqipëria. Ndaj dhe ata që përdorin emra duhet të maten mirë kur përmendin emrin e një qeveritari vendor shembullor siç ishte i ndjeri Dhurim Alimani. Kaq. Zoti Bido, replik. Ju referua zoti Berisha?